mos me arru me cek Alban që kë panajer, do me thonë Expo Diaspora, krijoni mundësi direkte të bashkëpunimit, të prezentimit, të veprimtarisë, të produkteve, të shërbimeve, të bizneseve, dhe ajo që ka shumë rëndësishme, krijoni mundësi direkte për me pa një audiencë më e lartë, marrë parasysh që televizioni Kanal D do ta përcjell çdo detaj të panajirit. Në këtë rast, kretë bizneset që prezentohen aty, që takohen mes veti, do të kenë mundësi të krijojnë bashkëpunime në investime të ndryshme, qofshin nga Kosova në diasporë apo anasjetas, përfaqësimin e degëve të ndryshme, marrjen e përfaqësive, e shumë çka tjetër që ndoshta është një dritare e mundësive edhe për ata që kanë kokë një biznes, po hala se kanë qitë ndrit qatë biznes, shohin fryma ndryshme, pse jo ndajnë mendime. Po saksisht, kryesisht, dhe më thonë, bohen është e sakë që to bohen pikrish për qëtë arsye. Dhe më thonë, ka të ndryshëm, investitorë të ndryshëm që e shohin, dhe më thonë, një produkt që është branda në shta panajirit dhe dëshirojnë me zhvillu edhe në mërgat. Ka shumë lidhje që bohen, dhe më thonë që qelen përfatësi ose diçka tjetër, dhe më thonë filiala ose si do që të quajmë, dhe më thonë që ne shqiptarët mundemi gjithë shka të bëjmë bashkë. Kur jemi të kjo qasja që e tregove edhe te, pse Kanal 10 është aty prezent. Ne kena bo edhe një hapsin, një kand, ku ka me qenë Kanal 10, Radio 10, Gazeta 10, e kretë këto ku gjatë ditës do të gjirohen, do të intervistohen bizneset dhe do të japën mundësi që personat të cilët nuk janë prezent në shta live, se ndryshë është ndjenja kur ti shkon me një panajir live dhe ishe sanet, unë i përcjellë shumë panajirit edhe i kom qep, dhe shta deformimi profesional për me pa që ka bo dhe cila është risia e radhës. Inovacionet e fundit. Po aty dhe më thonë do tjetë se do të intervistohen personat të cilët janë pjesëmarrës panajir. A është pjesë e pakës kjo Alban, e shtondeve? Na jo këna mësu biznesit, një biznes të cilët ti i ofran mundësi për me marrë pjesë në një event të tillë. Një panajirë, si që është Expo Diaspora 2026, më thonë, ju kina epë edhe kohën televizive. Sot në botën e sotit është shumë e shtrajt koha televizive.